Askush nuk prezantoi në gjenazën e prindit të vet. Një djalosh i vdiq prindi dhe askush nuk i erdhi në përcjelljen e gjenazës së tij. I biri e mori gjenazën dhe e dërgoi i vetëm në shkretir për ta varrosur. Një bari i shkretëtirës që kujdesej për disa dhen e vërejti djaloshin, ju afroa dhe i tha: "Ku janë njerëzit? Pse e varros prindin e vetëm?" Djaloshi nuk deshi që të flet lidhur me këtë, vetëm se i përsëriti fjalët: "La hawla wala quwata illa billah." Nuk ka ndryshim as forcë pa ndihmën e Allahut. Bariu e kuptoi gjestin e djaloshit dhe e zgjati dorën që t'i ndihmoj për ta varrosur gjenazën. Pastaj i ngriti duart drejt qiellit, filloi të lutet në vetmi, e la djaloshin dhe shkoi te delet e tij. Natën i biri e pa në ëndër prindin e vet, e pa të buzëqeshur, të përgëzuar me xhenetin më të lartë, xhenetin Firdaus. I habitur e pyeti atë se ç'i kishte mundsuar të arrijë në këtë gradë, kurse ai ju përgjigj se kjo çebereqet i lutjes së bariut. Në mëngjes, djaloshi u zgjua herët dhe doli për ta kërkuar bariun. E eci shkretëtirën në tërësi derisa e gjeti, e kapi fort për dore dhe i tha: "Për hir të Allahut, më tregoj çfarë luetje bëre për prindin tim, e pash atë në Firdausin e lartë." Bariu ju përgjigj: "O biri im, e luta Allahun me lutjen e një robi të përulur dhe i thash: O Zot, unë jam fisnik, kur më vjen mysafiri e fisnikroj. Ky rob është mysafiri yt, kurse ti je fisniku i fisnikëve." Kjo dua u pranua nga sinqeriteti i beslidhjes dhe marrëveshjes me Allahun. Kur beslidhja jote është e sinqertë me Allahun, atëherë hapen dyert e tokës dhe qiejve dhe i mirëpresin lutjet dhe kërkesat tua. Prandaj bëhu i drejtë dhe i sinqert me Allahun në atë marrëveshje dhe beslidhje që ja ke dhënë atij. Kështu Allahu do të jetë i sinqert me ty në dynja dhe ahiret.